Fale namazin që Zoti me t'i fshi shly gjunahet përmes tij. Asnjë prej nesh s'është pa gabime. Krejt kemi qaste kur na lëkunden mend e dridhet zemra, kur na kap pendimi i turpit për atë që e kemi ba. Po pasha Zotin. Po Zoti me mshirën e tij pa kufi kur se mbyll derën për robët e vet, për besimtarët. Ai thot, fale namazin në mëngjes e në mramje edhe natën, se veprat punë të mira i fshin të këqijat. Ky është ajet fjala Allahut. As është kjo shenjë dashnie prej krijuesit Allah? Një njeri shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tronditur për një mëkat gjuna që kishte bë. E Allahu e zbriti kët ajet, jo veç për t'i dhënë shpresë atij, por për krejt neve me na kujtu që për çdo gjuna ka derë kthimi, pendimi te Allahu. E ajo derë është namazi. Namazi s'është barë. Namazi nuk është detyrim i ftoftë. Namazi është dritë që pastron shpirtin, ndriçon shpirtin, është afrim me Zotin. Është përqafim qiellor për zemrën që kthehet. Mos thuj s'di me u fal, nduket e vështirë, se posa ta nisësh namazin, Zoti vet ka me ta lehtësu. Qetësia që vjen pasaj në namaz s'krahasohet me asgjë, me kurgjë pasha Allahun. Krejt kemi gjuna, por jo krejt e përdorim mundësinë me u pastru. Fale namazin që Zoti me t'i shly gabimet e me ta mbush shpirtin me dritë e nur. Fale namazin që Zoti me t'i pastru gjunahet. Namazi i fshin gjunahet, e ndriçon, e zdrit shpirtin. Pastroje shpirtin me namaz. Namazi drit që shlyn gabimet, pra. Falu se Zoti pret me t'fal.